Sër, ju refert keni qenë të kritikum shumë në opinion, viteve të fundit, në përgjësi, po në veçanti si vjetë. Personalisht, këtu në këtë studio, po edhe gjatë komentimeve, i kom drejtu kritikat e mia, lidhur me vendimet që i keni marrë ju referet gjatë ndeshjeve. Po më interesan, ti, personalisht, si ke marrë edhe si ki cilësu ato kritika? Kritika varet nëse janë të baza, ka diçka që e din edhe të jatë interpretimin asaj, unë pajtuam. Po ka raste që ndoshta ne kemi drejt tash mos informate jote dur, mund të jep një kohë ndryshe atij vendimit. Edhe tash problemi më i madh që ekziston, por ne refert me përvojë jena mësu. Është një, si të them, publiku, komentet, neve dhe pas deshjes kena pas si farë ofendime, kërcnime dhe në për rrjetet sociale ndryshme. Ajo, unë të kisha lutë edhe nga sezona arshëm. Ketë një bashkëpunim ndërmjet federatës edhe me gjyqtar që t'jena njetit në frekuencë, që mos të ketë nej, mos keq kuptim. Okej, konkretisht mu po më intereson, tash po flasim Agoni dhe Visari. Po kritikat, të cilat i keni gju, se unë jam i sigur që ti i ki risheku me disa herë, me 10 herë në shta ndeshjet, ku i ki referu, ti si i ke marrë personalisht? A i ki marrë negativisht, a i ki marrë pozitivisht? Qërë, gjdo kritikë është e misardër. Edhe për mu, nëse sot unë ku marri deri këtu marrë në këtë nivel të referimit, për këtë 8 vite, që të them, për një kohë shumë shkurtër, kjo ka marrë nga pranimi i kritikës. Edhe kjo është shumë e mirësardhër. Po, vetëm që ndonjëherë, kur ka diçka që nuk është informata e sakt, t'jemi kujdesshëm, se unë e kam tash, si me thonë si obligim për referat e ri, që ata kur vinë, deri sa ka me marrë këtë ritëm, këtë atmosferë, këtë me përjetu, mos po dëshprona, ne e kemi pranu këta, edhe kemi vazhdu. A dhe ti si ki cilësu kritikat, a dhe të themi konkretisht, mijat edhe të Ulpianës? Kritikat gjithmonë në çdo lëmi janë të mirësardhëna. Po tash varet prej personit qysh i merr. Nëse një gjyqtar është pak më egoist se të tjerët, ai normal që mundet mu prek ose mundet me pas një qasje ndaj teje ose ndaj televizionit tjetër. Mirë po duhet të mirën kritikat edhe të punohet në to. Nëse janë, si tha dhe Visari, do më thonë të baza, edhe pse na e dim që komentatorët nuk mund mi ditë ose nuk janë të updateuar gjithmonë me rregullat që bën ndryshime. Atësa të mund mu bën në fillim të stenorit apo në mes të stenorit. Mirë po, du të mi marrë me pozitivitet. Ti që që ki marrë? Pozitivisht. Okej. Visare, përmendi paka shumë e dha dheu, këto kritika kanë qenë qëllim mirë nga ona jonë, me gjithatë janë konsideruar negative për brenda komunitetit tuaj. E kemi edhe këtë informat nga disa prej referve. Ajo e di edhe une, e ceka dhe ma here, do më thonë, disa raste ka që me të vërtet u desht na me reagu, apëton edhe si shoqat, po edhe disa raste s'kena reagu. Ajo, hajde që mos të bomi edhe një tepërt, mos bina edhe një qendër vëmendjes, ele vazhdo me javën arshëm lojën tjetër, apo kupton, edhe tash për me cek ma shumë, disa kritika, pajtohemi ato që më konë. Po disa, adin, prapë se prapë ne po vinat ajo pika ku po duhet karshi opinionit na më konë pak ma ndryshe, apo kupton. Edhe ajo po ndikon të ne edhe një jetën private. Del në qytet, ki me marrë një kritik, a e ndëgjova Agoni shafa për ty, a e ndëgjova e këto shafa. Edhin, kjo është temë kryesore, basketbolli nëmër 1. Me ato ballafaqohemi edhe në Agoni, se si jemi pjesë e ndeshjes, edhe pse nuk jemi as refer, as lojtar, Bile ju apet keni ndikim se jeni refer. Jeshi sigurt që, du me thonë, kritikat vinë edhe në llogarit tonën, vetëm kritika, ka edhe ofendime, ka po mësosh me ato, sikurse që edhe ju në mësu, po i pranon, po flas për vete, jo për Ulpianën, po flas për vete, i pranon edhe punon ato për me u përmirësu. Te shtave së mund lidh të kjo pjesa, momentin që ti, si Agon ose Ulpiana, gjatë ndeshjes keni komentu edhe do mëna keni lavdu për gjykimin e mirë të ndeshjes
qysh na vjen mirë, do të mi marrë domethënë edhe për ato negativet, për mu përmirësu, mos me ndodhë në tarmë. Se mira, se kesa do të... Si vjetë, realisht ju kemi kritiku, e thash, me qëllim që të vinë ndërsta disa përmirësime, sepse gabimet kanë ekzistuar dhe vitet e kaluara, me gjitha të këtë vit kanë qenë pak ma të theksume, muj me thonë, edhe ndërsta muj disa raste i kanë kaluar dhe kufit, dhe është dasht, kemi qenë të detyruar, edhe ne pak të adresojmë këtë çështjen e referimit. Por pse mendoni që si vjetë kanë ndodhur gabimet ma të theksume, ose që jonë vrejt, jonë konë ma dukshme? Se s'jeni kritiku veç për anës tonë. Po, është e vërtet se dhe na i kena vrejt, dëmënon na si gjyqtar, po problemi është se numri i vogël i gjyqtarve cilësor, që 2-3 vitet e fundit ja ka nisë me ra. Domethënë janë të elan gjyqtarët me përvoj, edhe që kjo vjen deri tek gabimet në ndeshje. Pse? Se gjyqtari kryesor mundet me qenë me thirrje FIBA, i dyti mundet me qenë thojza visari, one që nuk jena me FIBA, jena me përvoj, edhe gjyqtari tret për shembull është i ri. I ri mundet me thonë në deputim në Super League, mirë po nuk është i ri në gjykim, sepse ai det vjen në Super League, ai ka një 5-6 vite gjykim të mirat edhe shumë ndeshje. Që kjo është nështë arsyeja prej pse ndodhin çdo probleme, është mungesa e gjyqtarëve cilësor. Okej, edhe pak e përmene, ashtu si kemi ditë mi u kritiku me Ulpianën gjatë aty me komentimeve të serisë në veçanti, po flas hajde të fundit, po e marrim serinë e fundit çerek finale Sigal Prishtina vllazimit, të cilën e kemi punu komplet. Në fund në ndeshjen e fundit ju kemi lavdru sepse keni qenë të kujdesshëm dhe keni referu shkëlqyshëm. Me të vërtetë, sidomos ajo ndeshja vendimtare, e cila u zhvillua në Prishtinë, e cila ka qenë me tensione jashtëzakonisht të larta, më thonë çaq ka shku but disi, çaq ka shku qetë, po duke ju falenderu atij komunikimit tuaj. Çka ndikoi që t'jeni më të kujdesshëm në këtë ndeshje? Po, në atë ndeshje, komesari domethënë i ka delegu 3 gjyqtarë të cilët janë me përvojë. Edhe kena ditë rëndësinë e lojës, është loja e tretë, edhe domethënë dihet rëndësia e saj. Ka raste kur na duhet me pas qasje ma të butë, ma komunikative me trener, me lojtar, duhet me pas një qasje ma ndryshe. Edhe besoj që ajo ndoshta ka qenë edhe Chelsea për pas gjykimit. Ajo domethënë është okej, për pas gjykimit, mendoj që Chelsea kryesor ka qenë komunikimi me lojtarë dhe me trenera. Për shkak se 2 taboret kanë qenë edhe lojtarët dhe trenerat tensionum vetë. Tash nëse ti hen edhe nuk komunikon me ta, ose nuk mundohesh me zbut pak qatë presion, atëherë loja vetëm... Referi definitivisht duhet me qenë edhe psikolog. Po. Edhe mendoj që ajo ka qenë ndoshta për arsye, ju e keni pa më ndryshe.